Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në dersën e kaluar kemi përmend disa çështje të cilat e cënojnë sinqeritetin e kërkuesit të detyrisë. Kemi përmend se dietar kanë përmend se janë 5 gjëra. Kanë përmendur në dersën e kaluar 4, kanë mbetë edhe një pa u përmend. Kam harru këto të ceko dhe të përmende. E kjo e 5-ta e cila cënon sinqeritetin dhe qysh mundet me ditë njeriu që i ka hi syfasia në gjatë kërkimit të detyrisë, ose me thonë ka zonë vend të aja që quhet e shahwatul khafiyya, aja dëshira e zjarrt për famë e për popularitet, për me koni pari, që njerëzit me drejtu gishtin nga ai. Çështja e 5 është se kur e vren tek një njeri, i cili ka fillu kërkimin e detyrisë, ka fillu me mësu pak, ka fillu me shku në përderse, dhe pastaj merret me debate, me polemika, edhe për flet për gjëra që nuk i njeh, dije se këtij njeriu ka fillu me hi syfasia. Pse? Se nëpërmjet debateve zakonisht njerëzit tentojnë me kallëzu vetën e tyre para tjerëve. Tenton nëpërmjet debateve me shfaq veten se din, se ka mësu diçka. Pra njeriu nëpërmjet debateve don me u kallëzu të tjerëve se din diçka edhe ka mësu diçka. Për këtë arsye, njerëzit që më shumë të debatojnë, sidomos në fillim të kërkimit të detyrisë, atëherë është rrezik, është një prej shenjave që kam përmend dietar që të këta, dhe më thonë, është shfaqja ja syfasia. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar një hadith, ka thonë në zaibun bi baitin fi rabd al-janna liman taraka al-mira'a walau kana muhiqqan. Ka thonë unë jam garantues i një njeriu që ai do të ketë një shtëpi në skajet e xhenetit, në qovë se lën polemikën edhe në qovë se ka të drejtën gjatë asaj polemike. Pra në qovë se fillon me polemizu me dikën, edhe pse ky është në të drejtën, në të vërtetën, pa e lën polemikën vetëm për hir të Allahut azza wa jall, për mos me polemizu njerëz, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se unë garantoj një shtëpi në skajet të xhenetit. Jo në mes të xhenetit, për arsye se në mes të xhenetit ka urdhër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka garantuar shtëpinë një njeriu i cili e lën rranën edhe në qovë se është duke bërë shaka me të tjertë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o bi baitin fi wasat al-janna liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Edhe unë ja garantoj një shtëpi në xhenet atij i cili e lën rranën, e lën gënjeshtrën, edhe në qovë se është për aty që bën shaka me të tjerët. Pra rranë duke bërë shaka. Ndërsa një shtëpi më të lartë ose në vendin më të lartë të xhenetit e ka garantuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij njeriu i cili e përmirëson moralin e tij. Pra më marr shumë me debate, më marr shumë me polemika, duke mos ditë aq shumë, edhe duke mos pas njohuri edhe aq shumë, është një nga shenjave që e cënon sinqeritetin. Dhe Euzaiu e ka një fjalë të tina. Thotë Euzaiu, një prej dietarëve të mëdhenj, ka qenë prej Shamit, anë ka Beiruti, dhe është një prej dietarëve të Sunetit edhe prej dietarëve fuqahave të mëdhenj. Ka thonë idha arada Allahu bi qaumin sharran fataha alayhim al-jadal wa mana'ahum al-amal. Wa mana'ahum al-amal. Thotë kur Allah azza wa jall ja dëshiron të keqen dikujt, një grupi njerëzish, atëherë ju hap derën e polemikave dhe u mbyll derën e veprimit, me vepra, dhe më thonë veprimit me ata që ka mësuar, pra ju mshël derën e veprimit, po ju hap derën e polemikave. Ndërsa Maruf el-Kerkhikati ka një fjalë të tillë, sikur se Auza'i, thotë idha arada Allahu bi 'abdin khayran fataha lahu bab al-amal wa aghlaqa anhu bab al-jadal. Allah azza wa jall kur ja don të mirën një robi, atëherë ja hap atij derën e veprimit, derën e punës me ato që ka mësua dhe që ka ditë. Dhe i kam shirë atina atëfar derën e polemikës, ose të polemikave.
Ndërsa thot, në qoftë se Allah Azza wa Jall dëshiron që dikush, domethënë të devijon ose edha arada Allahu bi 'abdin sharran, e kur Allah Azza wa Jall t'ia dëshiron të keqen dikujt, atëherë i hap dyert e polemikës dhe ja mbyll dyert e punës dhe veprimit. Kjo është që lidhet ose ndërlidhet me çështjen e mëparshme kur kemi folur rreth sinqeritetit dhe rreth disa çështjeve që e cenojnë sinqeritetin. Tash e kemi një çështje tjetër më rëndësi. Para se me përmend këtë çështje, po paralajmëroj ose po them se Imam Buhariu në kapitullin e editorisë ka përmendur shumë hadithe. Dhe Imam Buhariu ka bërë një renditje, domethënë çuçi ka pa ai, edhe renditje që është e vlefshme. Mirë po, na me lejen Allahut Azza wa Jall do t'i përmendim të gjitha hadithet, ose shumicën dërmuese të haditheve që ka përmendur Imam Buhariu në kapitullin e editorisë. Mirë po, do t'ja bëjmë një renditje tjetër që i përshtatet më shumë njerëzve, për arsye se e kom pa që më e mirë, domethënë për njerëzit edhe që ata mundën me pas dobi, është sikurse me rendit sikurse dietar që kanë rendit kapitujt ose nën kapitujt ose çështjet në librat e tyre që kanë përpiluar rreth kërkimit të editorisë. Se dietar kur kanë përpiluar disa për libra, ka shumë libra të mëhershme dhe të mëvonshme dhe bashkëkohore që kanë folur për kërkimin e editorisë. Kur kanë ardhur dhe i kanë përpiluar këto libra dietarët, aty e kanë bërë një farë renditje pak më ndryshe. Renditja kryesore ose ai kapitulli kryesor është kur kanë fol rreth edukatës së nxënësit të dijes në vetveten e tij. Domethënë cilat cilësi, cilat tipare do të më pas edhe do të mos stolis me to kërkuesi i dijes. Do aty kanë përmend, prej tyre kanë përmend sinqeritetin, takvallahun ose tezkien, ambicet e larta, kështu me radhë, çështje të ndryshme sa i përket edukatës së nxënësit të dijes që duhet më pajisë dhe më stolis me to në vetveten e tij gjatë kërkimit të editorisë. Pastaj edukatës që do të më pas me mësuesin ose gjatë dersit, gjatë ligjëratës, gjatë kërkimit të editorisë, dhe pastaj i kanë përmendur edhe çështjet e tjera. Edhe na do ta bëjmë këtë renditje, mirë po, duke kujdes që mi përmend të gjitha hadithet që Imam Buhariu i ka përmend në kapitullin e editorisë, po vetëm me një renditje tjetër. Çështja vijuse pas sinqeritetit, që sinqeriteti pra konsiderohet njëna prej atyre çështjeve thelbësore që duhet më pajis me të kërkuesi i editorisë. E kemi sqaruar këta edhe kemi trajtuar. Çështja e dytë është që duhet me u pajis edhe mos stolis me të kërkuesi i editorisë një çështje shumë e rëndësishme. Ajo është tezkia. Tezkia që e ka kuptimin pastrimi i shpirtit, pastrimi i moralit, pastrimi i shpirtit dhe edukata e mirë dhe puna me ato që e ka mësu. Ose me thonë ndryshe tezkia dhe takvallahu. Takvallahu dihet çka është, dhe me thonë njeriu më kujdes mi vepru obligimet që Allah Azza wa Jalla ka bo obligimet tina. Pe ibadeteve të ndryshme, pe atyne që ja ka bo Allah Azza wa Jall obligim në raport me njerëzit, po edhe me u largu pe harameve. Kjo është e shkalla me ullë të takvallahut. Shkalla me naltë, kur i vepran edhe nafilet e ndryshme, i shpeshton kryerjen e nafileve dhe larguat pe mekruheve. Po takvallahun në rend të parë ka kuptimin kryerja e farzave dhe largimin pe gjunaheve. Pra, këtu kemi të bëjmë me tezkien dhe me takvallahun. Çka do të thonë fjala tezkia? Kur themi fjalën tezkia, fjala tezkia është marrë për fjalën zakat. E zakati në gjuhën arabe ka kuptime të ndryshme. Për aty në kuptime është at-tahara, pastrim i diçkaje, në aspektin gjuhësor. Pra tezkia ka kuptimin e pastrimit. Po ashtu an-nama, zakati ose tezkia në këtë rast, kuptimi i saj gjuhësor ka kuptimin e rritjes edhe zhvillimit të diçkaje. Wal baraka, edhe bereqet i diçkaje. Edhe
këtu kur flasim për tezkien e kemi për qëllim këtu kuptime gjësore të fjalës tezkia, po duke ndërlidhur me edukatën e kërkuesit të diturisë ose atij i cili dëshiron me marrë dituri. Çfarë do të thonë kjo? Se njeriu gjatë kërkimit të diturisë ose para se me marrë dituri, në kohrat më hershme, dietarët i kujdesur që me bë tezkie edhe me eduku nxënësit e dijes para se me anis kërkimin e tyre të diturisë. Pra ju ka mësuar edebin, ju ka mësuar edukatën, po e ka mësuar edhe ata që quhet tezkia. Tezkia fillimisht është pastrim i diçkaje. Çka nuk kupton këtu? Pastrimi i diçkaje, pastrimi i shpirtit nga mbeturinat e ignorancës. Pastrimi i shpirtit nga mbeturinat e ignorancës. Njeriu në kohën e sotme lind edhe pastaj jeton në ambient të ndryshëm, i cili është i stërmbushur me çështje të ndryshme të ignorancës. Disa prej çështjeve të ignorancës që gjendet tek njeriu ose i thith edhe i zhvillon pastaj gjatë jetës së tij kanë të bëjnë me çështjet e zemrës, ose që quhen ndryshe smundjet e zemrës, sikurse kibri, domethënë mendjemallësia, sikurse hasedi, sikurse vetpëlqimi, sikurse mburrja ndaj të tjerëve, sikurse dëshira për famë dhe që të jetë i pari, e kështu me radhë prej sëmundjeve të ndryshme të zemrës. Pra kur themi tezkije, që talebja ose kërkuesi i diturisë ose ai i cili dëshiron me marr dituri, dëshiron me shku në përderse dhe me përfitu për aty në derseve, duhet që me u kujdes së pari që ta pastron shpirtin e tina pej mbetjeve të ignorancës. Pse? Për arsye se zemra është enë. Zemra është enë dhe njeriu kur do me pi diçka, së pari do të me pastru enën ose gotën. Pas pari do të me pastru enën edhe gotën. Kur do me pi ujë të pastër. Nëse ena është e ndyt, atëherë s'mundet me pi ata ujë. Dia është ai uji, ndërsa ajo që e mban atë fardijen është zemra. Tash nëse zemra është e mbushur me diçka të pestë, do të fillimisht me pastruat zemrën. Në mënyrë që pastaj me lënë gjurmë ai uji dhe me përfitu vetë ajo zemrën për e tina ujit, ose ai trup, ose ai çka po thith atë ujë. Pra, njeriu i cili ka mbeturinat e ignorancës, nëse dëshiron me përfitu edhe me pas ajo dija e tina dobi në ta, duhet më pari me kujdes për zemrën e tina. Duhet mi largu këto mbeturinat e ignorancës. Tash dikush mund me thonë, po ndoshta kjo nuk ka ndodhur më herët. Tash kena fillu me kërku diturin. Nëse nuk ka ndodhur kjo, domethënë pastrimi i shpirtit, pastrimi i zemrës nga mbeturinat e ignorancës, nga smundjet e zemrës, atëherë duhet paralelisht me ndodh me kërkimin e diturisë. Çfarë do të thonë kjo? Do të thonë se shkon ders, përfiton, mëson përmendsh edhe mëson Kur'an, mëson përmendsh hadithe, mëson fen përgjithësi, mirë po të njëjtën kohë paralelisht do të më shku edhe që mi largu dal ngadalë këtu mbeturinat e ignorancës. Këtu mbeturinat e ignorancës. Pse? Tham se zemra është sikurse ena dhe pastaj nëse në enë do të dëshiron me pi asaj enën diçka të pastër, e nëse ena është e ndyt, nuk mundesh me pi atë ujë të pastër, se ka mundot ajo enë. Dhe Ibn Qayyimi ose para saj, se për ndërlindur këto me një kapitull të Imam Buhariut. Imam Buhariu, para se me përmend, domethënë fjalën e Ibn Qayyimi që sqaron një shembull që Allah Azza wa Jall e ka sjell në Kur'an, që flet për këtë që domethënë pa trajtojmë. Së pari Imam Buhariu e ka përmend një nën kapitull brenda kapitullit të diturisë. Ajo është babun el ilmu qabla al qawli wal amal. Kjo është e njoftën, domethënë kapitulli dija është para fjalës dhe veprës. Dhe pastaj ka argumentuar me fjalën e Allahut Azza wa Jall, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Dije se nuk ka të adhuruar me të drejtë pas Allahut dhe kërko falje për gjinohin tënd. E Sufjan ibn Uyeyne kur u pyet për dijen, ka thonë ose për vlerën e dijes, ai ka thonë
A e ke dëgjuar fjalën e Allahut Azza wa Jall që kur ka thonë fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik fa amara bil amali ba'da al-ilm. A ke dëgjuar fjalën e Allahut Azza wa Jall kur ka thonë fa'lam annahu la ilaha illa Allah, dije se nuk ka të adhuruar me të drejtë pas Allahut Azza wa Jall dhe kërko falje për gjinohen tënd. E Allah Azza wa Jall këtu ka filluar me fillimisht me vepër. فبدأ بالعلم قبل العمل فبدأ بالعلم قبل العمل فبدأ بالعمل فأمر بالعمل بعد العلم. Allah Azza wa Jall dhe më thonë urdhëroi për veprën me vepër pas dijes. Po fillimisht ka urdhëruar që me pas dije, pastaj me vepru diçka. Mirë po, këta që përdojnë me ndërlidh është kjo fjala tjetër që shumica njerëzve nuk i kushtojnë vëmendje. Wastaghfir li dhanbik. Allah Azza wa Jall fillimisht ka urdhëruar me tauhid. Po, dhe më thonë ka urdhëruar me tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dhe më thonë çështja kryesore që njeriu, muslimani duhet me kushtu vëmendje është çështja e tauhidit. Dije se nuk ka të adhuruar me të drejtë pas Allahut Azza wa Jall. Mirë, pas tauhidit duhet me ndërlidh Allah Azza wa Jall ka lidh tauhidin ngushtë me tezkien. Wastaghfir li dhanbik. Ka thënë Allah Azza wa Jall kërko falje për gjinohen tënë. Çfarë do të thonë kjo se si rezultati i tezkies, i pastrimit të shpirtit është taubeja që e bën personi që pendohet para Allahut Azza wa Jall, kërkon falje për gjunat e tina. Pse se e din që është gjunahçar, edhe don me e pastru zemrën e tina. Kjo është, domethënë, çështja që ka të bëjë me tezkien. Por Allah Azza wa Jall çështjen e akides e ka lidhur ngushtë me çështjen e tezkies. Nuk është vetëm me mësu akide dhe mos mi kushtu vëmendje veprave të zemrës, e smundjeve të zemrës, edhe çrrënjohjen e mbetjeve të ignorancës. Ja, duhet me kushtu. Domethënë për arsye se Allah Azza wa Jall ka lidhur ngushtë çështjen e akides me çështjen e tezkiyes. Pra talebja ose kërkuesi i dijes, ose ai i cili dëshiron me mësu dije, në përgjithësi, qoftë prej xhamatit ose qoftë prej njerëzve që dojnë më shkollu edhe më marr rrugën e dijes, duhet me kushtu vëmendje shumë kësaj çështje të tezkiyes. Ibn Qayyimi kur e komenton fjalën e Allahut Azza wa Jall, është fjala e Allahut Azza wa Jall, ku thot Allah Azza wa Jall anzala minas samai ma'an biqadarin, thot Allah Azza wa Jall në Kur'an, të im të jetë se i kalova disa çështje, mirë po أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله عز وجل e ka sjellë një shembull. Cili është ky shembull? Thot Allah Azza wa Jall, Allah Azza wa Jall lëshon ujë nga qielli dhe luginat e ndryshme rrjedhin sipas kapaciteteve të tyre, sipas masës së tyre. Dhe në mes tjera ka përmendur Allah Azza wa Jall fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa. Thot ndërsa rrjedhja ose këtu lugina mbartin diçka sikur se shkuma mbi sipërfaqen e ujit. Thot fa amma az-zabadu sa përkat shkumës, ajo hidhet teja e zhduket, ndërsa wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard. Thot ndërsa ajo që sjell dobi njerëzve mbetet në tokë. Ibn Qayyim duke komentuar këtë ajet kuranor, thot ky ajet kuranor, në këtë ajet kuranor Allah Azza wa Jall e ka sjell shembullin e shiut edhe shembullin e luginës. Shembulli i shiut është si metaforë për shpalljen, për dijen. Domethënë Allah Azza wa Jall e ka zbritur shiun. Domethënë ka zbritur Kur'anin, e ka zbritur dijen, ka zbritur shpalljen e tina tek njerëzit. Tash kjo dije, domethënë bjen edhe shkon derdhet në për tokë edhe ka derdhet në për lugina të ndryshme. Ka lugina të cilat janë lugina të mëdha. Dhe e mbajnë këtë ujë dhe uji qarkullon, domethënë në sasi të madhe. Nëse është lugina më e madhe, atëherë ajo e mban ujin më të madh. E mban sasinë e ujit më të madh, se është lugina e madhe. Ndërsa nëse është lugina e vogël, e mbajnë ujin në sasi të vogël. Kështu janë thotë edhe zemrat. Allah Azza wa Jall ka zbritur shpallën, ka zbritur dijen.
Mirë po ajo dije nuk mjafton pa pas diçka që e mban atë dije. Kjo dije ajo çështje që e mban është zemra. Ka zemra të cilat janë të mëdha, që mundën me përballu shumë, sigurisht se lugina që në të rjedh ujë i madh. Edhe ka zemra, thot Ibn Qayimi rahimahullah, që ka zemra të cilat thithin dije të mëdha, përfitojnë dije të mëdha. Po ka zemra të cilat janë më të vogla, që përfitojnë dije po pak më të vogël. Pra, mirë po thot, fa amma az-zabadu fa yadhabu jufa. Këto lugina, kur zbret ky shi gjatë rrjedhjes merr me vete çështje të ndryshme. Edhe bëhet një si shkum përmbi sipërfaqen e tokës ose përmbi sipërfaqen e ujit. Thot Ibn Qayimi thot, kjo shkum shkon edhe zhduket, çu ka thënë Allah azza wa jall. Ndërsa mbetet ai uji i cili petina kanë dobi njerëzit. Kanë dobi, domethënë gjallësat, edhe toka ka dobi. Wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard. Ndërsa ajo që ju bën dobi njerëzve mbetet në tokë. Që do të thotë, kjo shkuma, që në qoftë se është zemra e cila e thith këtë dije, e mëson këtë dije, edhe pranon këtë dije, atëherë kjo zemër, në qoftë se bën dobi në të udhëzimi edhe shpallja dhe kjo dije, ky ujë, domethënë i cili është shpallja dhe dija, ka me mbetë dhe ka me përfituar ajo tokë. Wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard, ka me përfituar ajo tokë. Ndërsa shkuma ka me dalë edhe ka me u zhduk. Cila është ajo shkumë? Shkuma e cila është mbetjet e ignorancës, mbetjet e dyshimeve, mbetjet e dëshirave, epsheve të ndryshme. Dal nga dal, hjeken. Kur vjen ajo dije, edhe e thith kjo zemër, atëherë kjo dije e cila ka depërtuar këtë zemër e cila ka thith këto, dal nga dal ka mi largu ato pasionet e dyshimet e dëshirat e ndryshme të cilat gjenden në zemrën e njeriu dhe ka me kalimin e kohës ka me mbet vetëm domethënë ç'ky uji, ç'ka dija dhe pastaj njerëzit kanë me ardhur dhe me përfitu pe ujit. Kanë me ardhur dhe përfitu pe ujit dhe kanë me marr atë ujë. Është ngjashëm për këtë edhe një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë Imam Buhariu në kapitullin e ditorisë. Është ngjashëm. Cila është ky hadith në kapitullin e ditorisë babu fadli men alima wa allam. Në kapitullin ose nën kapitullin vlera e atij që mëson dhe ju mëson dijen të tjerëve, e mëson dijen dhe ju mëson dijen të tjerëve. E ka sjell hadithin e Abu Musa al-Ash'ariut. Në cilën thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm kamathali ghaythin asaba arda. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i asaj me të cilën më ka dërguar Allah azza wa jall prej udhëzimit dhe dijes, është sikur se shiu i cili bie në tokë. Tash ai shembulli në ajetin kuranor është shembulli i shiut i cili bie në lugin dhe rrjedh në lugin. Mirë po këtu i cili bie në tokë. A mjafton vetëm shiu që njerëzit me pas dobi? Jo, do të toka me kon ajo tokë e cila e thith edhe përfiton, domethënë është tokë e cila e thith këtë shi edhe pastaj dalin bimt. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, shembulli i asaj që Allah azza wa jalla më ka dërguar me të është sigurisht se shembulli i shiut i cili bie mbi tokë. Një pjesë e tokës është tokë e mirë, e pranon ujin, edhe nxjerr shumë bari edhe ka domethënë bimësi. Domethënë është një lloj toke. Tash tokat janë të ndryshme. Këtu janë 3 lloj tokash që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përmend në këtë hadith. Lloji i parë i tokës është ajo tokë e cila e thith shiun edhe pastaj i nxjerr del bari personale. Domethënë është tokë pjellore. Edhe del bari edhe del bimësia ndryshme. Këta janë njerëzit të cilët ka mësu, po edhe kanë përfituar të tjerët prej tyne. Thot një pjesë e tokës, lloji i dytë i tokës është tokë e fortë, e cila e mban ujin, po nuk bie diçka. Ajo vetë mban ujin në vetën e vet. Nuk mbin diçka pesoj, po prapë njerëzit përfitojnë pesojna. Çka përfitojnë, domethënë ai mban ujin masani njerëzit, e marrin këtë ujë edhe u isin
domethënë pimpe e tina i ujisin çështje të ndryshme dhe pastaj edhe mbjellin të mbjella të ndryshme për këtina ujit. Pra kjo është lloji i njerëzve të cilët janë hafuza, po nuk kanë kuptim. Nuk kanë kuptim, domethënë ata i vesh mësojnë përmesh. Nuk bojnë ijtihad, mirë po mësojnë përmesh, po njerëzit e tjerë kanë përfitime se këta ju transmetojnë dijen të tjerëve. Lloji i tretë është, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është një tokë e cila është e shesht, as nuk e mban ujin, as nuk nxirr bimësi. Kjo është shembulli thotë i atij që kupton fen e Allahut azza wa jall dhe përfiton prej saj nga ajo me cilën Allah azza wa jall më ka dërguar dhe e mëson për vetë dhe u mëson të tjerë dhe shembulli i atij që nuk i ka shtanë rëndësi kësaj dhe nuk e pranon udhëzimin e Allahut me të cilin janë dërguar. Ky hadith po ashtu ka të bëjë pra me çështjen e tezkiyes. Pse me çështjen e tezkiyes? Domethënë ky hadith i pejgamberit alayhis salam tregon se Allah azza wa jall e zbret shiun, që domethënë aludon në dijen fetare, dijen e shpallës. Allah azza wa jall ka zbrit shpallën, e cila në vetë ka shumë dije. Mirë pa, a mjafton vetëm dija, apo duhet me konë edhe toka pjellore për më përfitu, për asajna dijes, toka pjellore, çka është këtu për qëllim? Është për qëllim zemra. Është për qëllim zemra. Pra duhet me konë zemra. Në qovë se zemra e refuzon këta, edhe nuk e pranon, atëra është zemra e cila, dhe më thonë, ajo nuk ka përfitu kurgjë, bile kurgjë është ardhë dhe dhe më thonë, është bë argument kundër saj, sikur se thotë Allah azza wa jall në Kur'an, thotë wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Thotë edhe ne kemi zbritur për Kur'anit ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ajo që konsiderohet që është shifa edhe mëshirë edhe shërim për besimtar. Dhe më thonë, në Kur'an, mbjesë e Kur'anit, njëjti ajet kuranor mundet me konë për dikon udhëzim, mundet me konë për dikon mëshirë, mundet me konë për dikon shërim, mundet me konë për njëjtin ose për dikon tjetër, mundet me konë khasara, që është, më thonë, argument kundër tina, mos me përfitu, bile me shtuat arrogancën edhe kufrin e vetë. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Pra, çka është për qëllim me këta? Është për qëllim me këta se personi i cili dëshiron me përfitu për dijes, ndërsa në vetën, në brendin e tina, ka mbetje të ignorancës, ka mbetje të mendjemasis, ka mbetje të vetëpëlqimit, e ka mbetje të hasedit, e ka mbetje të, dhe më thonë, që dëshiron me synu me atë dije famën, në qovë se nuk e pastron vetën e tina, pe këtyne mbetjeve, pe këtyne smundjeve, atëherë s'ka me përfitu kurgjë, bile kam i ushtu edhe ma shumë argumenti kundër tina, po kam i ushtu edhe smundjet e tina. Ka plot të njerëzve të cilët nuk kanë pastru vetën e tyne, jonë konë mendje mëdhej, ilmi edhe ma shumë i ka bo mendje mëdhej. Edhe ma shumë i ka bo njerëz që kanë pas vetë pëlqim. Sese, kur të mëson diçka, ai i cili se ka frikën Allah azza wa jall, s'ka punu me vetën e tina, se ka pastru nefsin e tij, atëherë ky njeriu, do të thonë, sa të mëson më shumë, atina mundet me duk vetja, kush e di, ka më shumë manal se të tjerë. Thotë unë kam mësu, jo s'dini, unë di, unë, do të thonë, unë kam arrit këto, kam mësu pe kësaj kështu, jo kur gjë s'merrni vesh dhe kështu më radhë. Do të thonë, në qoftë se një person nuk e pastron vetën e tina nga këtu, atëherë mundet me konë ditoria tina, argument kundër tina dhe me ushtu, dhe me thonë edhe ma shumë me ushtu ato smundjet e tina të zemrës. Sikurse që një handhal, shiu kur bjen në një tokë. Ajo tokë, aty rritet një bim që quhet handhal. Handhal është një bim që një fallu kungull i egër, mirë po që është i idhë shumë. Me zbrit shiu aty, s'mundet me ndryshu natyrën. Ka me rrit që ajo handhal, që ajo farë kungull e egër idhë, i cili ka shia të idhë. Nuk mundet tash me bo diçka dardhë se diçka. Që ajo rritet. Bile sa ma shumë që rritet, ju shtuat të idhësia edhe ma shumë. Edhe në një vend ku ka gjemba, kur bjen shia edhe ma shumë i shprush këta gjemba. Dhe ma thonë, këta gjemba. Për këtë arsye,
talebja, kërkuesi i diturisë, njeriu i cili dëshiron me përfitu me dijes, duhet me kushtu me rëndësi të madhe tezkijes. Tham tezkija është fillimisht është pastrim. Po masanej mas pastrimit duhet edhe me zhvillu edhe me përmirësu vetveten e tina. Domethënë ennema, i zhvillon ato cilësitë e mira dhe i pastron veten nga cilësitë e këqija dhe punon me atë vepër. Për arsye se në Islam dija nuk është vetëm grumbullimi i informatave. Dija nuk është vetëm me thonë që po di ose kam informata, e mësova këta. Në qoftë se nuk reflekton në vepra, atëherë ajo dija që përmendëm edhe më herët, mund me konë, domethënë që më shumë me mbo mendje madh njeriu ose më shumë me bë domethënë me pas vetë pëlqim tek ai njeriu ose më shumë që me pas mburrje para të tjerëve kështu më radh. Domethënë mund të shkaktu kontra efekt. Pra dija në fe, dija fetare është ajo e cila ndikon tek njeriu dhe për këtë arsye nëse dëshiron kërkuesi diturisë me përfitu dohet mi pas këto. Çish më arrit kjo? Çish më arrit tezkia tash? Dikush mundet me pyet. Çish më arrit tezkia? Janë disa çështje që mundemi mi përmend në mënyrë të përgjithshme, sepse kjo çish me bë tezkia nefsin, çish me pastru shpirtin nga mbeturitja e ignorancës, kërkon ligjërate të tona. Mirë, po shkurtimisht mundemi më i përmend. Ose para kësajna, po i përmendi disa prej fjalëve dietarëve që i kanë kushtuar vëmendje çështjet të tezkiyes dhe çështjet të takvallahut. Për shembull, Nawawiu përmend në librin e tij Muqaddimatul Majmu'. Është një libër i madh në mëdhëbin Shafi'i. Në parathonien e këtina, Nawawiu rahimahullah përmend disa edebe, edukata që duhet mos turisë me të kërkuesi diturisë. Mesin e këtyne ka përmend një fjalë të Abdurrahman ibn Qasim. Abdurrahman ibn Qasim ka qenë një prej nxënësave të Imam Malikut. Abdurrahman ibn Qasim ka vdekur vitin 199 të Hijretit, mirë po ka qenë prej nxënësave të Imam Malikut. Ky e ka shoqëruar Imam Malikun 20 vjet. Domethënë dietarët e vjetër janë kujdes me shoqëruar dietarët edhe me përfitu për tyne në periudhë të gjatë, kanë shoqëruar dietarët në periudhë të gjatë. Thot خدمت الإمام مالك 20 سنة كان منها 18 سنة في تعلم الأدب وأخذت منه العلم في سنتين. Thot i shërbeva Imam Malikut 20 vjet. Më thonë 20 vjet kanë ardhur me to dhe i ka shërbi Imam Malikut. Për tyra thot 18 vjet kaluan mësimin e edukatës dhe sjelljes. Derisa dijen thot e mora për ti gjatë 2 viteve. Derisa Imam Maliku në një fjalë të tij tjetër thot leysa al-ilmu bi kathratil الرواية بكثرة الرواية وإنما العلم ما نفع وعمل به صاحبه. Thot dija nuk është që me transmetu shumë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se dikush mund të thonë na ka treguar filani me dëgju hadithe, me transmetu hadithe. Thot nuk është kjo qëllimi i dijes. Dija ka thonë është dija vërtet është ajo e cila sjell dobi dhe me të cilën vepron ai i cili e zotron atë dije. Imam Shafiu thot më ka thonë mua Imam Maliku. Imam Shafiu thot më ka thonë mua Imam Maliku. Ja Muhammad, ij'al amalaka daqiqan wa ilmaka milhan. Tha o Muhammad, se emri Imam Shafiu është Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Ka thonë Imam Maliku, ku mësuesi Imam Shafiut. Ka thonë ja Muhammad, o Muhammad, thot bëja veprën tënde miell dhe dijen tënde krip. Për me boni buk ose me boni diçka që përfiton, do të thonë ku ka miell dhe krip, çka do të me qit më shumë? A duhet kryp apo miell? Do të më shumë me qit miell, që ajo do të më kon baza. Kripa me karar. Do të thonë sa i nevojitet. Do të thonë ju edhe aq shumë, se mund të më bëj gjelp që s'mund të kërkosh me hunger. Ka thonë bëja veprën tonë sikur se mielli, ndërsa dijen tonë sikur se kripa. Që do të thonë bazën tonë me bë veprën, ndërsa dijen krip. Që do të thonë veprën me bë bazën, ndërsa dijen si shoqëruese të saj. Ndërsa Abdullah ibn Mubariku e ka një fjalë, kjo vlen më shumë për ata të cilët janë hafuza dhe të cilët kujdesen me memorizu Kur'anin. Thot men hamala al-Qur'an thumma mala bi qalbihi ila ad-dunya faqad ittakhadha ayati Allahi huzwa. Wa idha asa hamilu al-Qur'an rabbahu nadahu al-Qur'an fi jawfihi
Wallahi ma li hadha humilt ayna mawa'idhihi wa zawajiri wa kullu harfin minni yunadik wa yaqul la ta'si rabbak. Ka thonë kush ai i cili e mëson Kur'anin, edhe i cili e bart Kur'anin, domethënë ka mësuar përmend Kur'anin, ai i cili e bart në gjoksin e tij. Dhe pastaj zemra e tij na thot pas dunjas, thot ai është ka marrë ajetet e Allahut për tollje, domethënë është duke u toll me ajetet e Allahut azza wa jall. Kur bartësi i Kur'anit thot e kundërshton Zotin e tina, bën gjinohe, atëherë Kur'ani e thret nga brenda. Çfarë thot Kur'ani? Pash Allahun thot, jo për këta, jo mësu për mensh. Jo për këtë çështje, jo mësu për mensh. Ku janë këshillat dhe paralajmërimet e mia, thot, e çdo shkruajnë prej teje të thret dhe thot mos e kundërshta dhe mos bë gjinohe ndaj Zotit tënd. Imam Shafiu në një fjalë të tina thot, yenbaghi lil alim an yakun lahu khabi'atun min amal salih fima bainahu wa bain Allah. Thot djetari, edhe ai nxënësi i dijes, ai i cili dëshiron me marr dije, ose ai i cili posedon dije, duhet të ketë vepra të mira në shefta ndërmjet tij dhe Allahut azza xal. Në vazhdim vetëm për këtej, thot se shumica e asaj na shfaqet para njerëzve prej dijes dhe veprave ka pak dobi në ahiret. Thot Imam Shafiu, po njerëzit domethënë shumë i shpalosin edhe i shfaqin veprat e tyre edhe dijen e tyre. Thot pak për këtyre ka dobi me to në ahiret, se ka mundësi mos me kon për hir të Allahut azza xal. Thot dhe rrallë është par dikush në ëndër, se dietarët nganjëherë kanë pa dikon për dietarëve në ëndër, edhe kanë vetë për shembull ma fa'ala Allahu bik. Çka bëri Allahu azza xal me ty. Disa beduinë kanë thënë ghafara li. Mi ka fal gjinohat. Tash për çka jo ka fal gjinohat? Ka thënë rrallë është par dikush në ëndër duke thënë Allahu më fali për shkak të dijes tem. Po për shkak të tyne ose për mësimit të Fatihas, është përmend pe disa pe selefit për shkak se jo ka mësuar Fatihan njerëzve të thjesht, mos së gjon. Dikush tjetër ka thënë për një vepër tjetër caktuar. Domethënë pak pe tyne thot Imam Shafiu është që për shkak të dijes time. Për shkak të dijes time, po për shkak të veprat e shefta. Tash vim të aja pika e fundit, edhe me këta e përmbyllën, qysh me bot të zkia njeriu vetën e tina, qysh me pastru shpirtin e tina, qysh me bot takva. E pare për tyne, me koni sinqert me Allahun azza wa jall. Këta kemi trajtuar më herët. Me thonë, me koni sinqert me Allahun azza wa jall gjatë kërkimit të ditorisë, sepse sinqeriteti është ai i cili e ndihmon në përmirësimin e moralit të tina, edhe përmirësimin e shpirtit të tina. E dyta, përmirësimi i farzeve. Na tash kemi problem në përgjithësi me njerëz të cilët kanë probleme me farze ose edhe me praktikën e gjunoheve. Shumë njerëz që shkojnë në përderse, se njëna prej tyre është përmirësimi i farzeve, tjetra është edhe largimi nga gjunohet. Domethënë çish me arrit tezkien, sepse tezkia, se më thon është arrihet nëpërmjet adhurimit, arrihet nëpërmjet muraqabes, mbikëqyrjes së Allahut azza xal, e kështu me radhë pe adhurimeve të zemrës ose adhurimeve të ndryshme, sepse tezkia ka të bëjë edhe me adhurimin edhe i cili e shton imanin e njeriu, dhe dije se imani shtohet edhe paksohet, shtohet me vepra të mira dhe paksohet me vepra të këqija. Mirë po, domethënë me kushtu vëmendje farzeve, edhe me u largu pe gjinoheve. Tash kur të këshyr atë, domethënë shumë prej njerëzve, shumë prej atyre që shkojnë në derse për shembull. Tash po flas këtu vetëm për kërkuesin e diturisë që le merr rrugën për me shku edhe me kërkuar dituri në vendet arabe, mu bohoj. Jo, po flasim edhe për ata njerëz të cilët shkojnë në përderse dhe dëshirojnë me mësu. Tash pse nuk ka ndiku që ajo dije që e ka marr edhe cilën pa ndëgjon pe hoxhallarë të ndryshëm. Nuk ka ndiku tek ai, edhe nuk ka ndiku që mu ndalu për gjinoheve. Domethënë, ai diçka ka problem. Nuk e ka bëu tezkien edhe nuk e ka përmirësuar vetveten e tina. Se me konkon mirë, me konkon në rregull, çaja dije kishte ndikuar që ky më largu pe gjinoheve. Tash kur flasim tash për gjinohe, mund me përmend ose për shembull me kushtu vëmendje farzeve. A ka vllazni ose njerëz të cilët kanë parë, edhe Allah azza wa jall jo ka bëu obligim për shembull haxhin, dhe nuk kujdesen për haxh, po kujdesen për çështje të ndryshme. Me ndru kerrin, e me ndru ato, me shku anena, edhe nuk kujdesen për çështjen e haxhit. Domethënë,
problemi ka herë të prioritetet. Problemi me farzet. Tash kjo është një çështje që ka të bëjë. Për shembull, shumë për njerëz e zvarrisin atëfar shkullin në haxh. Pse zvarrisin shkullin në haxh? Domethënë, a është kjo obligim që ka bëu Allahu azza wa jall? Pse nuk shkon? Domethënë, do të kry çështet e tjera. Nuk është prioritet ajo. Domethënë, nuk e ka kushtuar vëmendje ky farzeve. Asaj përket harameve, plot njerëz bin harame. Bin harame. Sidomos kur vjen puna me transaksione të ndryshme, njerëz që kanë hyrë në biznese të ndryshme. I shën në xhamie, shën në përderse bamaki, shkojnë rrinë edhe me hoxhallar. Mirë, por kur vjen koha puna e kamatës ose puna e me hin disa transaksione dyshimta që plot dietar me vakë kanë thonë që në haram, nuk ruhet. E masanej vjen shejtani dhe thotë, ja se hoxhallar nuk më marrin vesh çështjet e transaksioneve, po na shtrëngojnë pak më shumë edhe çështje të ndryshme. Domethënë njeri nuk kujdeset për çështjen e harameve, më largu prej gjunoheve. Për këtë arsye gjen një njeri i cili shkon në përderse ose domethënë ka marrë pjesë në periudhë të gjatë, po ka probleme me çështjet elementare, të fesë, me largimin prej gjunoheve, s'mundet me ul shikimin, s'mundet me kumpe atyne që shmanget kontakteve me gjinine tjetër, me femna. Ka problem me këta. Domethënë ka probleme serioze, nëse po flasim tash për nafile, që dietarët për shembull kur kanë fol për kërkimin e ditorisë, kur kanë pa dikon që s'pa fal namaz natës, për shembull kanë thonë s'pas ka bëu dobi aja dia. Sikurse Imam Ahmedi që përmendet, atina që ka tregu, domethënë e ka qit ujin, masanej ka prit që ai më çu më fal namaz natës, dhe ai soçu ka thonë ku është dia jote. Nëse po flasim për këtë kategori, kjo është pak më e lartë kjo kategori. Na po flasim kanjëherë me çështjet bazike. Domethënë që njerëzit kanë probleme me gjunohe, me largimin prej gjunoheve. Domethënë shkon në ders, shkon aty, mirë, po çështjet më bazike s'mundet më largu prej çështjes e gjunoheve. Pse? Ku është problemi? Domethënë çaja dijes ka ndikuar te ai. Domethënë çysh me arrit këtë tezgjen, domethënë me kushtu vëmendje farzeve, më largu me njëherë prej gjunoheve, me vepru me dijen, sa herë që dëgjon diçka, më mundu qoftë edhe njëherë me vepru me to, me kujdes për gjendjen e zemrës, sidomos për këto smundjet e zemrës, edhe për veprat e zemrës, dhe pastaj me studiu jetën ose biografinë e ibadetxhive dhe dietarëve që kanë punuar me dijen e tyre. Çto janë shkurtimisht, çysh me arrit, megjithëse kjo është temë në vete, çysh me arrit deri te tezkia, është temë në vete, mirë, po sa i përket kësaj që lidhet me kërkimin e ditorisë dhe se kërkuesi i ditorisë ose ai i cili dëshiron që dija tina me pas dobi, duhet me kushtuar vëmendje zemrës tina, pastrimit të saj, adhurimit, me punu me dija kështu me radhë. Kjo është çështje themeltare, sepse dija nuk është vetëm grumbullim i informacionit, por është ajo e cila reflekton në vepër. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.